Banorët e luginës Valbonës, përfaqësues të shoqërisë civile, ekspert mjedisor, kanë protestuar ditën e sotme përpara Ministrisë Energjetikës dhe Industrisë si dhe Kryeministrisë, duke kundërshtuar ndërtimin e një rrjeti hidrocentralesh në parkun kombëtar të Valbonës. Banorët e luginës së Valbonës, përfaqësues të shoqërisë civile, ekspert mjedisor e të tjerë, po protestojnë sot përpara Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe Kryeministrisë duke kundërshtuar ndërtimin e një rrjeti hidrocentralesh në parkun kombëtar të Valbonës. Moto e kësaj proteste është largduart nga Valbona dhe kjo protestë do të zgjasë për rreth 2 orë ku i kërkohet institucioneve që projektet e miratuara në qeverinë Berisha të mos zbatohen, pasi ky do të ishte një shkatërrim për luginën e Valbonës. Ndërtimi i rrjetit të hidrocentraleve do të rënonte dhe turizmi në këtë zonë, duke qenë se lugina ka burime të mëdha hidrike. Qëllimi ynë është vetëm një, mbrojtja e Valbonës. Ne i kërkojmë qeverisë, shtetit tonë, të anulloj vendimet për ndërtimin e hidrocentraleve. Jo se jemi kundër zhvillimit, por jemi kundër këtyre vendimeve se janë të paligjshme. Ne kërkojmë bashkëpunimin e alatëve tanë strategjik, anullimi i lejeve për shëmtimin e Valbonës, tjetë hapi i parë i reformës në drejtësi. Vlerësojmë që si Vjosa, si Valbona janë pasurit më të mëdha kombëtare që shkolla shpamje e kombit shqiptar dhe duhen ruajtur si të ballit. Me interesat kombëtare, me interesat e shqiptarëve po luhen. Unë ju paralajmëroj, nuk flasim në emrin tonë. Atje në Mallakastër ne kemi filluar të mbledhim firmat dhe të bëjmë një referendum të gjithë popullit të Mallakastrës. Dhe në emër të atij referendumi paralajmërojmë seriozisht që kushdo që do të hyjë të preki Poçemin, por dhe kushdo që do të hyjë të preki Valbonën dhe ne jemi bashkë me ju tropojan atje në Valbonë, konsiderohen si pushtues të tërë ata që do vendosen mbi Vjosën dhe Valbonën dhe bien si i pret pushtuesit popullit.